Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jemi këtu drejt për drejt nga studio në Prishtinë dhe lusim së bashku me ju mbrëmësaren. E martë, java e 11 gjatë vitit liturgjik C, psalmet e marra nga java 3 e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijuesi i madh i rruzullit që nxjerr truallin e botës, duke ndarë ujërat e mërzitshme, të patundshme e bëre tokën. Duke hedhur farë kraçore, me lule të kuqe e mbushe, mbarsur me fryt të harlisej, e ushqim të këndshëm të jepte. Plagët e mendjes së djegur pastro me forcë të hirit, që me vaj të shlyej veprat, të shuaj hovet e mbrapshta. Urdhrave të tu të bindet, as një ligësi të mos qas, të gëzoj duke u mbushur me të mira, të mos njo shfaqje vdekjeje. Bëj o atë të ridrejti dhe o birë barazmeatin, me shpirtin ngushëllimtar sundues në shekuj të shekujve. Amen. Antifona e parë. Rrethoje popullin tënd, o Zot, tani e përgjithmonë. Psalmi 125. Hyje ruan popullin e vet. Mbar Izraeli hyjit pas paqe e mëshirë prej hyjit. Galatasve, kapitulli 6, rreshti 16. Kush shpreson e Zotin është si mali Sion. S'ka gjë që e tund, mbetet për amshim. Malet të rrethojnë Jeruzalemin, edhe Zoti rreth e rreth i rri popullit të vet, qysh tash e për amshim. Askur s'do të sundoj skeptri të pafeve, mbi trashëgimin e të drejtëve, që të drejtët të mos i shtrinë duart në paullsi. Bëju mirë, o Zot, njerëzve të mirë, edhe atyre që e kanë zemrën të drejtë. Kurse ata që shkojnë udhëve të ligësisë, leti zhbi Zoti bashk me këqbërësit, paqja qoftë mbi Izraelin. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Rrethoje popullin tënd, o Zot, tani e për gjithmonë. Antifona e dytë. Nëse nuk bëheni si fëmijë, me zemër të re dhe jetë të re, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Psalmi 131. Shpreson në Zotin, sikur se foshnja shpreson në nënën e vet. Pranoni që mësoj unë që jam zemër bute i përvujt, thot Krishti te Mateu Ungjilltar kapitulli 11, rreshti 29. O Zot, nuk krenohet zemra ime, as madhështohen sytë e mi, as nuk jepem pas puneve të mëdha, as pas sendeve që janë mbi fuqi të mia. Vërtet shpirtin e kam të qetë e të kthjellët, si foshnja më kuar në parzmën e nënës, si kërthjesht shpirti im në mua. Le të shpresoj Izraeli në Zotin, tani e përgjithmonë e jetë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Nëse nuk bëheni si fëmijë, me zemër të re dhe jetë të re, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Antifona e tretë. Na bëre o Zot popull mbretërish dhe priftërinj për hyjin ton. Kënga krahason nga libri i zbulesës, kapitulli 4. Himni i të shëlbuarve.
I denj je o Zot hyi ynë, të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin. sepse ti krijove gjithçka dhe me vullnetin tënd. Gjithçka u bë dhe u krijua, Ti je i denj o Zot të marrësh librin, dhe t'ja zgjidhësh vullat. sepse qeprer dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyin. Njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombësie, Dhe i bëre për hyin ton mbretëri dhe priftërin. dhe ata do të mbretërojnë për mbi tokë. I denj është qengji i prerë të marrë pushtetin, pasurin, dijen. Fuqin, nderin, lumturin dhe lavdin, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Na bëre o Zot popull mbretërish dhe priftërin për hyin ton. Leximi i shkurtër nga letra Romakëve kapitulli 12, rreshtat 9 deri në 12. Dashuria le të jetë e qiltër. Ikni me urrejtje veprave të këqija, e ndiqni veprat e mira. Duajini njëri tjetrin me dashuri vëllazërore. Prini njëri tjetrit duke nderuar shokun më parë e më tepër. Ne kujdesemi të tjerëve të jeni të shpejt. Në shpirt të nxehtë, Zotit shërbeni. Në shpresë jeni të gëzueshëm, në vështirësi të durueshëm, në urat të qëndrueshëm. Përgjigje e shkurtër. Fjala jote o Zot qëndron për amshim. Fjala jote o Zot qëndron për amshim, Besnikëria jote në të gjitha breznit. qëndron për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Fjala jote o Zot qëndron për amshim. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Shpirti im me hare i brorit hyjit shëlbuesit tim. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej i brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvojt, qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyj gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira ti, brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, I rrezoj princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. duke sjell në mend mëshirën, Si u apati premtuar e tërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Shpirti im me hare i brohoret hyjit shëlbuesit tim. Lutjet e besimtarve. Zoti vetë e ka forcuar popullin në shpresë, prandaj me gëzim t'i brorasim. O Zot, ti je shpresa e popullit tënd. Të falenderojmë o Zot, sepse na adhurove birin tënd, në të na mbushë me thesarin e fjalës dhe të njohjes sate. O Zot, ti je shpresa e popullit tënd. O Zot, në dorën tënde janë zemrat e njerëzve. Krerëve të shteteve jepu mençuri,
që t'i udhëheqin popujt sipas urdhësisë sate. O Zot, ti je shpresa e popullit tënd. Ti u jep artistëve t'i shprehin rrezet e bukurisë sate. Bëj që veprat e tyre t'i sjellin botës shpresë dhe gëzim. O Zot, ti je shpresa e popullit tënd. Ti nuk lejon të jemi të sfurvuar për te forcave tona. Forcoj të dobtit, ngriti ata që kanë rënë. O Zot, ti je shpresa e popullit tënd. Nëpërmjet birit tënd ke premtuar se do të ringjallemi në ditën e fundit. Pranoj në shtëpinë tënde vëllezërit tan të ndjerë. O Zot, ti je shpresa e popullit tënd. Aty që je në qiell u shet rroftë e mryt të ardë mbretëria jote. U bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot. Na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, ti deshe që të jemi bi të dritës. Bëj që kur të mos na zotrojë errësira e gabimit, por të jemi për herë të shndritur me shkëlqimin e së vërtetës. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjt Hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kështu pra lutëm së bashku me ju mbrëmësoren e martë java 11 gjatë vitit liturgjik C. Ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës një zë i krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë në jetës.